هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sonte do të flasëm për lejimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabëve, shokëve të tij që të emigrojnë apo të shpërngulen për Medinë. Transmeton Ibn Sa'di në tabakatet e tij, domethënë libër është, përcjellur nga Hazreti Aisha radhiyallahu anha, thot kur erdhën te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 70 persona për të bërë lidhjen e apo beslidhjen e Akabes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tepër u gëzu, shumë u gëzu, nga se tani më pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte njerëz dhe aleat edhe jashta vendit. Po ashtu edhe ata njerëz ishin njerëz të luftës, njerëz që e njihnin mirë luftën, prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tepër u gëzu, po nga ana tjetër edhe gjeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam strehim edhe për shokët e tij. Por normal mushrikët kur kuptuan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kish bërë beslidhje me 70 persona, domethënë me medinasët, atëherë ata filluan që torturat e tyre t'u ashtojnë muslimanëve sa më shumë. Dhe filluan që edhe rrethin e tyre t'u angushtojnë dhe t'i përbuzin sa më tepër sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo shokët e tij. Sahabët i ankuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha, siç e dini kam lajmëruar tash se më është leju që të bëni shpërngulje për në Yathrib apo për në Medinë, kush ka dëshirë dhe kujt i mundsohet le ta bëjë një gjë të tillë. Kështu që njerëzit filluan të bëjnë përgatitje dhe para përgatitje për hijret, për shpërngulje, dhe i pari që bëri shpërnguljen ishte për në Medinë, ishte Ebu Seleme bin Abdul Asadi. Pastaj thot ishte i dyti Amir bin Rabi'a bashkë me gruan e tij, edhe kjo konsiderohet gruaja e parë e cila ka bërë hijret për në Medinë, ndërsa për në Etiopi e dini, domethënë ka pas diçka tjetër është. Pra kështu filluan pastaj muslimanët njëri pas tjetrit të bëjnë shpërnguljen për në Medinë, derisa në Medinë nuk ngeli jashtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe disa njerëz të cilët nuk kishin mundësi që të bëjnë shpërngulje. E keni parasysh se muslimanët kur shkojshin në Medinë, atje gjenin strehim, edhe gjenin përkrahje, edhe ndihem nga medinasët.
Po ashtu e keni parasysh se të gjithë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpërnguljen e kanë bërë fshehurazi. Jo sheshazi, në përjashtim të Hazreti Omerit radiallahu anhu, transmetohet prej Hazreti Aliut radiallahu anhu, thot se kur Hazreti Omeri kish vendos që të bëje shpërnguljen, shkoj e mur shpatën, mur disa shtiza, u përgatit, me fjalë tjera do thonë, u armatos, me ato mjetët që kanë gjenë të asaj kohe, edhe dul në Qabe. Bëni tavaf 7 herë, bëni tavafin rreth Qabës, edhe pastaj tha, kush ka dëshirë që nana ta vajtoje, apo djali i tij të jetë jetim, apo gruaja e tij të jetë e vej, le të urdhroje tash, le të ndalem u para, sepse unë po e shpalli në mënyrë të hapur se unë bëj shpërngulje. Normal, pabesimtarët e kishin parasysh se këta që shkojnë në Medine, edhe që normal do të forcohen edhe pastaj do kthehen këtyne. Ato e kishin parasysh, prandaj edhe bënin pengimin e muslimanëve që mos shkohet në Medine. Pra Hazreti Aliu thot, askush nuk pati guzim që të shkoje pas t'i dale Hazreti Omerit, jashtë se do di njerëz thjesht të cilët se kanë hallin, normal ato vënerë. E keni parasysh, do thënë, çfarë njerëz, kryesore, do thënë Hazreti Omeri, në mënyrë të hapur shkoj, edhe askush nuk mundi t'i bëje asgjë. Siç e përmendëm, pastaj muslimanët vazhdojnë që të bëjnë hijret, derisa ngeli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, edhe disa njerëz të dobët, të cilët nuk kanë pas mundësi që të bëjnë shpërngulje. Ky ishte teksti sa i përket lejes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lejimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabëve që të bëjnë shpërnguljen për në Medinë. Tani të shohëm çfarë mund të mësojmë nga ky tekst që e përmendëm. Të gjithë e kemi parasysh se muslimanët, sprova e muslimanëve në Medinë, në Mekë, në Mekë, në fillim ishte sprovë e mundimeve, e torturave, e talljeve, pra e këtij llojit të sprovave. Më thënë sprovë e mundon, e torturon, e përbuzën në këtë formë. Fillim ishte sprova kështu. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha leje shokëve të tij që të bëjnë shpërngulje, atëherë lloji i sprovave mur një kahje tjetër, domethënë filloi sprovat të jenë të ndryshme, bie fjala të lanë vatanin e tyre, është e rëndë. Do thënë ati ku ke lind, ta lash vendin, ta lash shtëpinë ku ke lind, për të cilën ke luftu deri në atë kohë, edhe plaçkat, livadhet, arat, fushat, nuk kanë pas ato në atë kuptimin ne si i thëna livadhe, po fusha kanë pas, apo kanë pas bafshe, në një bafshe shemëll, nëse ka pas pyetje, po, në më thënë, kanë pas vendet, pasurit e tyre të patundshme. Pra, faza e dytë, ishte provoheshin ata me lënjen e vatanit të tyne, e shtëpijave të tyne, dhe e pasurive të patundshme të tyre. Pra, sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata pa marrë parasysh se
me çfarë sprovoheshin aty, ata ishin të sinqert ndaj fesë së tyre dhe ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe ishin në gjendje të bëjnë ballë të gjitha gjërave që vetëm e vetëm fjala Allahu xhaleshanuhu të lulëzoj. Edhe kështu që nuk ish lehtë, e kena parasysh që ata kur bënin hijretin me vete nuk mund të mirëshin asgjë. Edhe nga shkaqet për shembull, edhe nga shkaku se ata edhe të donin nuk mundshin, se për me mund duhet kesh edhe mjete, me çka t'i bash ato, ha? Por edhe si të donin t'i mirnin, nuk mundnin sepse dilnin fshehurazi. Njeriu kur del fshehurazi, ai do më thonë normal se nuk mund të marrë çfarë do me vete. Pra kështu që gati se ata kur gjë nuk merrin me vete. Pra këtë pasurit i lenin në Mekë, e kjo nuk ishte dhe më thonë një sprovë e lehtë. Për një sprovë të tillë, për me i bë ballë një sprovës të tillë, u dufte me të vërtet, dhe më thonë që njeriu të jetë shumë i sinqert në besimin e tij, edhe shumë i durueshëm. Ndërsa kjo ishte se i përket Mekasve. Ndërsa se i përket anës së Medinasve, ata edhe me të vërtet edhe ata u sprovun, nuk është lehtë edhe ajo. U sprovun me atë që pasuritë e tyre t'i ndajnë përgjithësisht. Ha? Me ardh tash për shembull të thotë dikush, te i duhet patjetër ta ndash pasurinë tënde me filanin. Përgjithësisht. Nuk të lidhja fisnore apo e akraballokut. Po çka të lidh? Të lidh lidhja e islamit, e fesë. Lidhja e besimit. Edhe të thuhet, të duhet, sa banesa ki, një shpej për shembull ki, përgjithësisht. Edhe kjo do të thonë ishte një sprovë me të vërtet e rëndë, e cila kërkonte besim të denjë. Pra, nga ana tjetër Medinasët edhe këta u sprovun, duke i strehu vëllezërit e tyre, në shtëpitë e tyre, edhe duke u ndihmu, ne e kina parasysh, edhe kjo është shumë e rëndësishme, se Allahu xhaleshanuhu lidhjen e fesë e ka bërë lidhje më të fortë. Innamal mu'minuna ikhwa, thot. Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër. Edhe ata, në mënyrë praktike, kanë pas mundësi që ta jetojnë një gjë të tillë. Shumë lehtë për ne për shembull të themi, innamal mu'minuna ikhwa, edhe kur të vijë pastaj për shembull puna që ti ndihmohet dikujt, valla unë po shkoj te shtëpia. Ju çka doni bani? Ama ai vllau tjetër për shembull çka bën? Ne nuk kena ndjenjë. Kështu do të thonë ti ndihmojmë. Po qoftë edhe jo materialisht, po qoftë edhe moralisht. Se ne durojmë, ha? Vabbè, dhe çaj kokën unë me te këto. Hajde, çka do të ne të bëj ai, për shembull. A kumbet edhe në mënyrë praktike, në më thënë aspektin material. Pra Allahu xhaleshanuhu lidhjen vëllezërore islame e ka vu para lidhjes fisnore. Edhe ai person i cili mundohet ta vë edhe të jetë përparësi lidhjes fisnore, ma tepër, apo në dëm të lidhjes fetare, islame, vllazërore islame, ajo është në kundërshtim drejt për së drejti me ajetin kuranor.
Pra innamal mu'minuna ikhwa. Edhe me shumë ajete tjera domethënë kuranore të cilat i keni lexuar. Pra në fillim muslimanët trashëgimin e ndanin si në aspekt të vllazërisë islame. Jo në aspekt të akraballëkut. Siç është tash apo siç pastaj domethënë erdh ajet kuranor tjetër, domethënë që e urdhëroi një gjë të tillë të ndodhje apo të caktohet. Ja të lexojmë në surën Anfal ajetin 72, çka thot Allahu xhaleshanu lidhur me këtë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Thotë Allahu xhaleshanu, është e vërtet se ata që besuan dhe bën hijret, bën shpërngulje dhe luftuan me pasuritë e tyre dhe me vetat e tyre në rrugë të Allahut dhe që strehuan dhe i ndihmuan ata që shpërnguleshin, domethënë ata që bënin hijret, të tillët thot janë çka? Të tillët janë miqt e njëri tjetrit. Në çka janë miq? Jo miq në atë kuptimin ne jena miq, edhe për të hangër, për të parë, ashtu. Jo, miqt e njëri tjetrit në çka? Në ndihmë dhe në trashëgimi. Ma jetë. Në ndihmë dhe në trashëgimi. Domethënë ka pas drejt për së drejti ajet kuranor ku e ka obligu muslimanin që ta ndihmojë muslimanin tjetër në trashëgimi. E ka nda pasurinë. Pra ne nëse ja bëjmë një analizë kësaj që e tham deri tash, apo hijretit, lejimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sahabëve që ata të bëjnë emigrim shpërngulje, mund të nxjerrim di dispozita apo di rregulla të islamit. Në një dispozita e parë është të cilën mund të nxjerrim nga hijreti, është se muslimani e ka për obligim që të shpërngulet prej shtetit apo prej vendit që është shtet Darul Harb, që quhet Darul Harb, do të thotë shtet, vendi i cili nuk është çliru më parë prej muslimanëve, se më njëherë neve në shpërpunejnë. Ja. Domethënë, një kushti i parë është nuk është çliru më parë prej muslimanëve. Pra ne nuk jena Darul Harb. A kupton? Domethënë vendet tona nuk janë Darul Harb. Se janë çliru nga Osmanlit. A kupton? Pra asnjëherë mos thotë ose mos e merr mendimin e dikujt se në Darul Harb bëj ka kjo, bëj ka ajo. Ajo edhe me bë, po ti nuk je në Darul Harb. Ti ku je? Ti je më në Darul thuj Islam, thuj Darul Eman, ose thuj në atë dar, në atë shtet që duhet domethënë të kthehet në Darul, domethënë që Islam. Mendoj ajo është Darul Islam. Po nëse për shembull ka ardhur puna deri në atë që është marrë nga të tjerët, ti e ke për borç dhe ajo nuk kthehet. Një shtet, një vend thot, që është marrë nga musliman, që është liru nga musliman, ajo nuk kthehet më në Darul Harb.
edhe një njeri me ngel musliman nuk kthehet. Jo me miliona musliman. Jo të kjenë bashkësi islame. Jo të kenë të drejt të thrasën e zonin me mikrofon. Ha? Edhe pas të e thu Darul Harb. Në më thënë, s'diskutohet ajo. Po, shumica e dietarëve thonë se nuk kthehet asesi, asnjëherë. Nuk kthehet asnjëherë. Ebu Hanifja ka thonë se kthehet me 3 kushte nëse i plotëson. Po edhe ato 3 kushtet nuk plotësohen. Edhe sipas mendimit të Ebu Hanifës nuk plotësohen edhe ato 3 kushte që të kthehet një vend që është marrë nga muslimat, kthehet në Darul Harb. Hajde që për shembull ti përmendim ato 3 kushtet që thotë nëse plotësohen to 3 kushtet, Ebu Hanifa thotë atëherë mund të kthehet, por shumica e dietarëve thonë jo. Do thonë, pa marrë parasysh muslimani, një musliman me ngel, pra Spanja është borç muslimanët e kanë ta kthejnë. Muslimanët Spanjën e kanë borç, obligim që ta kthejnë. Sipas xhumhurëve, masës dërmuese, do thotë të dietarëve, ajo nuk është e Darul Harb. Po çka? Është një dar islam që o konë, e cila u është uzurpu, u është marrë, pi muslimanëve, muslimanët e kanë përbosh të kthejnë. Shkurt, kështu do më thënë. Ebu Hanifja thotë, mund të kthehet me 3 kushte nëse plotësohen. E para, nëse siguria e muslimanëve e para. Ama të 3 duhet plotësohen, jo vetëm njëna. Të 3 kushtet plotësohen. Jo njëna për këtejne. Nëse siguria e muslimanëve në atë vend është hek. Nuk kanë siguri si kur më para. Pra, kush do në vejnë e mbejtën e vretë, s'ka siguri. Kjo në 1. Në 2, të rrethohet nga të gjitha anët me qafira, me shtete që janë domethënë Darul Kufër, të rrethohet, domethënë. Edhe në 3, të mos ngel asnjë ligj i islamit pa praktikuar atë. Kjo mund thona në Shqipni, ndoshta. Në kohë ndoshta po ka ndodhur atje. Dhe domethënë më vërtet s'kam pas as siguri si musliman, nuk ka drejtë. Domethënë as ket as çat, me Ebu Hanifën ndoshta në përsëri me këtë mesele duhet veprojmë me masën dërmuese të dietarëve. Por tash nuk është Shqipëria ashtu. Se Shqipëria tash është kthej faktikisht. A kena parasysh, është kthej. Pra, a për vendet tona këtu, asnjëherë nuk ka qenë Darul Harb, edhe as që është. Pse? Pa dhe në kohën e komunizmit, po ka pas bashkësi islame. Po është thirrë rezani. Po ke mund shkojsh, domethënë në xhami edhe atë fëmijë ti mësojsh. A ka qenë ashtu? Normal, nuk ka pas liri. Ashtë për çka është kushti? Ebu Hanifa çka thot kushti i 3? Domethënë mos ngelje asnjë ligj. Asnjë dispozit mos kesh mundësi ta zbatojsh. Jo krejt komplet, po asnjë. Domethënë mos mundesh hiç. Pra, mendoj se kjo ka është një bisedë shumë e gjatë dhe e gjanë, edhe pse thash, domethënë te shumica e dietarëve, masa dërmuese edhe më u marr pi pabesimtarëve, ajo nuk bëhet, nuk shndrohet në Darul Harb. Pse? Se njëherë një vend që mirët nga ana e muslimanët e kanë përborç që ta kthejnë përsëri ato. Përsëri ta kthejnë ato.
Pra këtë që u atregova ato 3 kushtet, është prej një libri tjetër, dhe nuk është prej fikusirës që e mban, do të thënë ligjiratën prej asaj, po është prej një libri tjetër të Muhammed Hamidit, e ka emrin libri Rudud ala Abatil, është me të vërtet ka qenë një dietar shumë i famshëm, merhum është moti, do të thënë që në 60 kusurën ka vdeki, është prej dietarëve shumë devotshëm. Edhe dietar me plot kuptimin e fjalës. Pra, mësimin e parë që e nxjerrim është se duhet bësh hijret prej Darul Harbit. Pra, neve mos na mbaj muti se për ne, do të thënë çto që kanë bë hijret ato pa pas drejt, jo, ato kanë gabu. Se kjo nuk o shkon Darul Harb, nuk o shkon për Macedonia, po prej ish Jugoslavis, dhe thona. Nuk o shkon Darul Harb, po ajo ka qenë një marrëveshje, do thënë mes Serbis edhe Turqis, se si të bëhen muslimon pakis në Ballkan, në të vendet tona. Kjo, do thënë, filozofia e saj. Kështu që muslimon të kanë shumic në këto vende, në këto troje, kanë bet pakic me lujë. Përsëri ne nuk kena pakic, po nuk kena sa i në kanë. Bito, kjo manastiri, ka Prilepi andi, ka Shtipje, kretë dhe më thonë janë kanë vende të banuara me muslimon, e dini kretë, dhe më thonë, e dini. Ato, do të thënë, nuk është spjegu si duhet. Paramendo, për këtu ku ka pas mundësi shallin të vene, shallin e hoxhës, paramendo, shallin e hoxhës të vene, e në pasaport bilet dale me shall, andaj, e në pasaport dale, pa e në letër njoftim me shall, ka thonë këta o Darul Kufër, dhe të shkojsh atje, të Ataturki, atje që ai me ta pa shallin nuk e di ku ta ka fuk, ka thonë ta vjen shapkën më njëherë. Ai ka thonë, jo, atje është Darul Islam. Paramendo, do thonë, janë ngatrohe sa po të krejt. Ajo është i qëllim, është se si muslimant të shpërngulen nga ki vend dhe është realizu në qëllimi tyne. Elhamdulillah, ka pas edhe për aty vend djetarëve të cilët ne nuk vadim vlerën as pak, ne nuk vadim vlerën atyre djetarëve as pak, të cilët e kanë pengu shpërnguljen e muslimanëve për këtive vendeve. Njëni për tyre ma kryesor është Gjemil Efendiu. Ne në varin nuk ja dim ku e ka. Tregoj, baba im një ditë tha, të vari i Mullagaripit, që adhaj ka kontribu në këtë drejtim, adhaj ka kontribu, thot këshim vu një gurë të madhë, qkaq, me varë. Ato ne du t'i respektojmë ata njerës, edhe pas vdekjes e tyre, në thot du të dihen, ku i kanë varët ata, çfarë kontributi kanë dhonë ato, pse? Se kjo, më thënë, është ai ka dhënë kontribut islam. Pra, Gjemil Efendia, në atë kohë ka thonë, ai që del prej këtij vendit dhe shkon në Turqi, ai qafir është. Kështu ka thonë. Ai qufër bën, dhe më thonë, del për besimit. Se propaganda ka qenë, çka ka qenë? Propaganda ka qenë, dhe më thonë, se ne duhet kjo Darul Kufër, shto, Darul Harb, duhet shpërngulli të bëjmë. Ai thot shpërngulli. Ai më vërtet Allahu shanu thot shpërngulli, po piku. Më vërtet për një vendit që është Darul Kufër, ku nuk mundesh asnjë tash më përsëritet edhe një herë, domethënë ato i tregum se si është. Transmeton sa i përket asaj se duhet shpërngullet njeriu prej Darul Harbit apo Darul
kufrit, kemi tekste për djetarëve që kjo nuk vlen tash për ne, edhe një herë po e përsëritim u bot 4-5 herë, po e përsëritim me qëllim që mos e keq kuptojmë. Transmetohet, kjo vetëm informate, se do më thonë për ne, njohuri, transmeton Kurtubiu për Ibn Arabiu, thot se hijreti, shprëngulja që ka qenë fars në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo ngel gjithmonë, deri në ditën e gjykimit, ama ku plotëson kushtet. Jo të manipulojnë pabesimtarët me ne. Thot, ngelen deri në ditën e gjykimit. Ndërsa ajo që ka një transmetim që është ndërpre, është ndërpre për të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se është plotësua, edhe u kry puna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj është kthy në Mekë, tash është marrë Mekë, nuk ka muslimat nevojë të shkojnë te pejgamberi atje në Medinë. S'bëhet me hijrat më. Është ndërprer për te pejgamberi. Kina parasysh. Pse është ndërprer? Se pejgamberi sa me ka marrë Mekën, e tash Mekasët më nuk e kanë hijratin. Shkojnë, do të thonë, borç, bëjnë hijrat në Medinë. Kjo është ajo që është ndërprer. Pra, sa i përket asaj, edhe pse për kushtet tona nuk përputhet, do më thënë me vendin tonë, po ne duhet të adim si dispozit, ashtu, duhet të adim si dispozit, ka ajet kuranor për këtë, ku thotë Allahu xhaleshanu në surën Nisa, ajeti 97-98, Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Thotë Allahu xhaleshanu, melaqet u amarën shpirt në atyre të cilët ishin mizor ndaj vetës së tyre, edhe melaqet i pyesën, u thonë, fima kuntum, pse ju nuk u çut bëni hijret prej darul kufrit, prej atij vendi ku s'kishi mundësi as namazin ta falish, as ezanin ta thrasësh, ashtu? Asni të drejt fetare s'kishe. Pse nuk u çut ju? Pse shkut në ato vende ku keni mundësi ta zbatoni? Ato dhe thonë, kunna mustad'afina, qalu kunna mustad'afina fil ard. Ishim të paaft. Ne ishim të paaft. Melaqet do të thonë, elem tekun ardullahi wasi'a? A nuk ishtë toke Allahu xhaleshanu e hapur e gjerë? Shkushi dhe gjinshi. Pra, përsëri edhe një herë që mos se ne kiç kuptojmë gjërat, kjo nuk vlen për vendet tona, kupton? Domethënë nuk ka të bëjë me vendet tona. Po flitet për në një vend, domethënë ku më vërtet nuk ka mundësi që të zbatohet as namazi, as ezani të rritet, as një drejt e muslimani, domethënë. Para mendoni, një gjë e tillë bile edhe në Greqi, nuk duhet edhe muslimanët e Greqisë, jo tash, që pakës më tepër të drejta kanë, pa edhe në kohën e komunizmit, në kohën tonë para sa vite, për shembull, kur na kanë kena bën një zjarret, kena pasur më vërtet katastrofë të drejtat e tyre ishin, por përsëri ata e kanë për obligim të rinë atë. Pse ato janë vendet e muslimanëve. Nëse ata i lëshojnë ato vende, katastrofë bëhet. Prandaj, ja ta shfrytëzojmë rastin për këtij libri tjetër, domethënë Rudud ala Batil, shumë bukur e tregon, thot diçka. Thot kur tatarët i marrën disa vendet muslimanëve. Ana ato kanë thonë, tash pasi që tatarët i murën këto vendet muslimanëve, këto vendet e muslimanëve u banën darul kufër. Shifni, kanë fillu të thonë, është që një dietar Hanefi, ka qenë,
Imam el-Isbijani el-Hanafi, thot, është që edhe ai, në më thonë, në atë ko, e ka sqaru se gabim e kini, pa marë parasysh se mund të marën të uzurpojnë një vend shkijet, pa besimtarët, muslimant, apo ai vendi nuk shëndrohet në Darul Kufr. Nuk shëndrohet në Darul Kufr. Muslimant e kanë përbosh të arrujnë, të mbrojnë dhe të çlirojnë përsëri. Pra kështu. Kjo ishte domethënë dispozita e parë. Dispozita e dytë është muslimant e kanë për obligim që të ndihmojnë vëllezërve të tyre muslimane se vënë puna e shpërnguljes. Ja, për shembull, kur ishte shpërnguljet, nuk do të thotë shpërnguljet dhe më kthehet. Kur ishte, për shembull, në kohën e fundit lufta kur ishte në Kosovë, edhe muslimanët e Kosovës erdhën këto, ne kishim përbërë shka të ndihmojmë atyre, t'i strehojmë, edhe të ndihmojmë me ushqime, me krejtë. Pa marë parasysh se ai mund t'jese një musliman i Afganistanit, për shembull, apo një musliman i Çeçenisë atje, apo që ne për fat keq nuk ndajmë as pak për ato. Ha, be, çka më lidh, thot mu ma Çeçenin atje. Ha? Ngrozni atje. Çka më lidh? Po Islami të lidh më atë. Pra, Islami është mbi të gjithat. Mbi të gjithat është. Lidhja e fesë është mbi të gjithat. Pra, pa marë parasysh thot, vendet, largësia gjeografike, ti e ke përborsh që ti ndihmosh atij muslimanit. Shikoni çka thot Ebu Bakr bin al-Arabiu. Idha kana fi l-muslimina usara. Nëse thot ndodh që muslimanët janë robër, jesër janë zonë dikun për shembull. I ka zonë dikush rob. Mustad'afun të dobët. Fa inna al-wilayata ma'ahum qa'ima. Miqësia dhe ndihma është prezente e muslimanit, ndaj muslimanit prezente duhet të jese. Pra me fjalë tjera e ke përborsh t'i ndihmosh. Edhe me thonë, me bëhet thush. A be, aha, në Afrika tje. Në Somali, që më lidhen mu ma, atëra dhe me besimin nuk jenë rregull. Pikpyetje, po është turpë edhe me thonë pikpyetje, ish pa pikpyetje, se a je musliman nuk je musliman. është problem është. Nëse e vend dyshim se a thu unë duhet t'i ndihmoj ati, apo mos t'i ndihmoj. Wa nusratu lahum wajibetun bid-din. Ndihma e atyne, thot, është obligim fetar, bi an la tabqa minna aynun tatrifu. Deri kur është borç i ynë që ne t'u ndihmojmë atyre? Deri në atë moment bile që mos na ngel edhe asnjë syri, domethënë deri në lëvizjen e mbrëmt syrit. Çfarë do thotë? Do thotë kush e di sa, për shembull, ne japëm kontribut për t'i ndihmuar ata, derisa sajt na bëjnë pët neve, ashtu. Domethënë ina gjallë, kina shpirt, nuk janë mbyll syt, nuk e vdek, domethënë, derisa nuk e vdek, e ke për borç. Çka do thotë? Do thotë se s'ke drejtuar valla un kom krize ekonomike, unë e ketë unë qatë, unë se napa që, ose se nuk ndihmoj, jo. A ke vdek? Jo. Atëherë do më thonë borxhe kije. Hatta thot nekhruja ila stinkadhihim in kana adaduna jahtamilu dhalik. Bile dhe duhet dalëm të ndihmojmë
Nëse na mundsohet një gjë e tillë, au an nabdhula jami'a amwalina fi istikhrajihim, ose thot të gjithë pasurinë, dëgjoni këtë. Kjo do të thonë më rëndësi është, të gjithë pasurinë që e kemi thot duhet ta japon, që ata t'i lirojnë nga robëria. Hatta la yabqa li ahadin dirhamun min dhalik, bile edhe atë parën e fundit, dinarën e fundit, ta japësh. Dhe më thënë, për t'i shpëtu ata, apo për t'i nxjerr nga robëria ata. Kjo dhe më thënë, është e marrët për librit Ahkamul Kur'an të Ibni Arabis. A dhe këtë djetarë, dhe më thënë, këtë e thonë. Pra, me fjalë tjera dhe ta përfundojmë, nuk e zgjatim, me fjalë tjera, thot muslimant, duhet t'i ndihmojnë muslimant, një lloj, si që jo muslimant i ndihmojnë, apo janë miq të njëri tjetrit. Allahu xhaleshanu Kur'an tregon se pabesimtarët janë miq të njëri tjetrit. Kjo çka nën kupton? Kjo nën kupton se edhe muslimanët duhet të jenë miq të njëri tjetrit në ndihmë. Ju shumë bukur e dini, domethënë se sa ndihmohen, edhe nuk është e rastit Allahu xhaleshanu të na kujtojë neve ajetin Kur'an, "Walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd", nuk ne kujton këtë Allahu xhaleshanu. Ne me mendu këtë ajet, halisi duhet, valla flet për këtë situatë ajet. Dhe ata të cilët i kanë mohu Allahu xhaleshanu, janë pabesimtar, janë miq e njëri tjetrit. Pra ti s'bën me konë mik madh, do të thotë. O musliman, s'bën me i ndihmu ati që ta dëmtosh muslimanin. Edhe mos praktikimi i kësaj, si duhet, ka ardhërit ajo që musliman të je në këtë gjendje ku janë. Pa. Illa tef'aluhu, thot, tekun fitnetun fil ardi wa fesadun kebir. Nëse ju nuk e kuptoni këtë, nuk e praktikoni këtë, atër do të kese fitne, sprov e madhe në sipërfaqen e tokës dhe fesat i madh. Pra, mu për këtë situatë flet, dhe më thëna jeti. Si thoni, a fesati vogël është edhe është? Dobësia e muslimonëve nga vjen? Vjen nga mos praktikimi që të ajetit kuranor. Ne jena në gjendje të ndihmojmë edhe të bëhen miq me të tjerët, ndërsa me muslimanin jo. Me muslimanin jo. Edhe vëjnë do më thonë situatat ndryshme, pra kjo ishte se i përket dhe në personde, mjaftohena me kaq, walhamdulillah.